Qoftë lavduar Jezu Krishti. Përshëndetje për të gjithë ju të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Jemi këtu në studio në Prishtinë të Radio Marisë së Kosovës, së bashku me doktor Frederik Çuprjani, kirurg torakal. Mirë se ke ardhur doktor. Mirë se u gjeta. Së bashku me doktor Frederikun do të diskutojmë mbi temën e ndërgjegjësimit të muajit tetor që i kushtohet kancerit të gjirit dhe do të kemi mundësinë që të shtjellojmë pyetje të ndryshme. Doktor, faleminderit për prezencën tënde dhe gatishmërinë gjithmonë në Radio Marinë e Kosovës dhe pa humbur kohë po kalojmë tek disa prej pyetjeve kryesore. Çfarë është kanceri i gjirit dhe pse është kaq i përhapur tek gratë? Kanceri i gjirit është një prej sëmundjeve më të përhapura dhe më të rrezikshme për gratë. Më së shumti gra vdesin nga kjo sëmundje. Kjo sëmundje i atakon çdo të tetën ose çdo të nëntën grua gjatë jetës së saj. Kjo çështje duhet mirret me seriozitet të madh. Përveç që i atakon gratë, por në një përqindje shumë të vogël i atakon edhe meshkujt. Kjo sëmundje e ka esurinë e vet, rrjedhën e vet, mirë po nëse do të ishte një kujdes më i madh, kjo sëmundje do të shërojë në shumicën e rasteve. Kjo sëmundje paraqitet pa kurfar simptomesh, paraqitet pa kurfar dhimbjesh. Kështu që pacientët duhet të ndërmarrin diçka që ta zbulojnë në fazat sa më të hershme. Pasi që gjit janë organ periferik, zbulimi i kësaj sëmundje është shumë i lehtë. Më parë, domethënë edhe disa shkolla e preferojnë edhe vetë ekzaminimin. Mirëpo vetë ekzaminimi është, domethënë, ekzaminim subjektiv shpesh. Nuk mundet njeriu me qenë aq objektiv kur është në pyetje vetja e vet. Gjithashtu është interesant që kjo sëmundje zbulohet kur është prej disa milimetrave, e jo kur është Në fazat më disa të vonshme. centimetra. Kjo mund të bëhet vetëm me ekzaminime me imazheri të ndryshme, radiografike apo me ultrazon. Domethënë, për ekzaminimeve kryesore dhe të cilat ekzaminime mund të zbatohen në një masë të madhe, është ultrazëri i gjirit. Ultrazëri i gjirit në kohën e sotme janë projektuar, janë zbuluar makina shumë precize të cilat janë në gjendje që t'i zbulojnë edhe ndryshimet shumë të vogla. T'i zbulojnë edhe t'i lokalizojnë. Pas kësaj, pas ultrazonit është mamografia. Mamografia është një mjet mjaft i fuqishëm dhe aty mund të zbulohen gjithashtu ndryshime mjaft të vogla. Si mjet tjetër është edhe rezonanca magnetike, me anë të cilës mund të zbulohen edhe më mirë. Këto metoda shpesh kanë nevojë të kombinohen njëra me tjetrën. Doktor, pse tetori është shpallur si muaji i ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit? A ka ndonjë arsye? Po ka arsye, po çdo, domethënë ju e dini që çdo gjatë vitit, domethënë secila ka shumë sëmundje të cilën e marrin një ditë ose një muaj. Duke marrë parasysh rëndësinë e kancerit të gjirit, kanceri i gjirit e ka marrur një kohë pak më të gjatë. Se çdo ditë e ka gjatë vitit, domethënë i përkushtohet ndonjë sëmundje ose ndonjë projekti. Gjatë kësaj kohe mbahen manifestime të ndryshme dhe bëhet një kampanjë e gjerë për sensibilizim dhe për vetëdijsim. Këto kampanjat e kanë si dobin, ashtu edhe kanë edhe nuk duhet kufizohet kanceri i gjirit vetëm këtë muaj, sepse zakonisht ndodhet që gjatë këtij muaji të ngarkohen institucionet
dhe të lajmërohen Një numër më i madh. një numër më i madh dhe pastaj për shkak të numrit më të madh mund të bie edhe kvaliteti i ekzaminimeve. Kështu që pacientët duhet ta kenë parasysh që t'i ikun të llovive dhe ta bëjnë ekzaminimin Edhe gjatë muajve tjerë të gjatë vitit. muajve tjerë kur është më qetë dhe është shumë më mirë. Doktor, a ka ndikim trashëgimia gjenetike te ky lloj i kancerit? Po, trashëgimia gjenetike ka ndikim të madh. Gjithmonë gjatë ekzaminimit të pacientëve pyetet a e ka dikush prej familjes së ngushtë, nana, tezja, gjyshja, ka lëngu prej kësaj smundje, sepse është mundësia e madhe që të përcjellet. Bëhen edhe ekzaminime gjenetike, BRCA1, BRCA2, që domethënë pacientat që kanë rrezik të madh, domethënë që kanë në familje shfaqen mjaft raste, bëhet ekzaminimi gjenetik që në mënyrë që ato të përgatiten sa më herët për dhe të bëjnë diçka që Cilat janë moshat që janë më të prekura prej kancerit të gjirit, nëse ka ndonjë statistikë? Ka, sigurisht që kështu në mënyrë statistikore moshat domethënë gjithmonë moshat të reja janë më pak të atakuara në mënyrë me përqindje nëse mirët, moshat e shtyme janë gjithashtu më tepër shtohen. Kanceri i gjinit është më agresiv, pra po flasim në përqindje, në moshat kur është femna më produktive. Domethënë atëherë është edhe kur është më produktive edhe kur është më aktive në mënyrë hormonale, atëherë kanceri i gjirit është më agresiv, po nuk duhet të mirret kjo ne po flasim në mënyrë statistikore. Përndryshe kanceri i gjirit është i veçantë. Për çdo pacient është i veçantë dhe çdo pacient e ka, si të themi, letërnjoftimin e kancerit vet. Edhe i ka ato parametrat që mirën, ka shumë parametra që mirën, domethënë tash flasim pak edhe për këtë, edhe kur të shtjellohet ai mozaiku i këtyre karakteristikave të tumorit të kancerit të gjirit, atëherë kjo do të jetë si një udhërrëfys për trajtimin, për terapinë edhe për gjitha gjanat që do të ndërmirën më atje. A ka ndikim edhe mënyra e stilit jetesës, si për shembull dietat, aktivitetet fizike? Sigurisht edhe këto ndikojnë edhe faktorët e jashtëm. Do thënë krejt është se problemi është te qelizat, e ndamja e qelizës. Edhe se pse ndodh që ajo qelizë të ndahet gabimisht, të ndodh domethënë në ato ndamje, domethënë në aspekte gjenetike, pse domethënë krijohet një rritje jo normale, një rritje e keqe, gjithmonë është një, si quhet në angleze quhet trigger. Domethënë trigger është ajo një shkrepje. Si ndodh ajo shkrepje? Ajo ndodh prej shumë faktorëve. Ajo mund të ndodh prej llojit të ushqimit, prej rrezatimeve të ndryshme, prej rrezatimeve të diellit, prej ajrit, prej ndotësve të ndryshëm, trashëgimisë gjenetike, domethënë krejt këto të gjitha kombinohen edhe ndodh ajo shkrepja edhe fillon ajo qeliza të zhvillohet, nëse bën të shprehemi mbrapsht ose keq. A ka ndikim edhe konsumimi i tepërt i alkoolit në këto raste? Po edhe këto. Ose i substancave të ndryshme. Alkooli, duhani, edhe këto janë krejt këto faktorë që gjithashtu ndikojnë në këtë, domethënë në këtë ndodhje që ndodh. Doktor, te gratë të cilat nuk bëjnë kontrolla të shpeshta, edhe nuk e parashohin më herët fazën në cilën munden me pas kancerin e gjirit, a ka ndonjë shenjë që paraqitet fillimisht? Po shihni që e keqja është që nuk ka. Domethënë tazami këtu paraqitet, fillon mu zhvillu kanceri dhe është disa milimetra.
më thënë, tash kanceri as nuk dhem, as nuk preket, se është i vogël. Edhe s'ka mënyrë tjetër me zbulu këte përpos me imazheri. Analizat e thjeshta që bëhen a munden me shfaq diçka? Nuk mundet me shfaq. I kemi këta, për shembull, tumor markeret, të cilat janë përgji. Mirë po tumor marker përgji janë 30% sakt. Më thënë, nuk janë, më thënë, neve na duhet lokalizimi. Lokalizimi na duhet që ta hekim. Tash për shembull, na shfaqet një ndryshim në gji, të cilin e zbulojmë me metoda imazherike, me ultrazon, me mamografi ose rezonancë elektromagnetike, edhe tash qëllimi është që ne ta marrim këtë mostrën. Mostra mirët me gjylpona t'holla, ose fine needle aspiration biopsy, mirët me gjylpona t'trasha, ose me core needle biopsy, do më thënë aty mirët një pjesë e mirë, me biopsi të hapur, do thënë me këto 3 metoda mirët mostra. Kur të mirët mostra, pastaj tazami zbulohet kanceri. Pas saj bëhet plani operativ. Me thënë, trajtimi i parë kishte me qenë, nëse është e mundshme, nëse është në fazat para sidomos, trajtimi kirurgjik. Trajtimi kirurgjik, do më thënë, bëhet në atë mënyrë që përsëri me imazheri shiqohet gjiri. Pastaj me imazheri përsëri shiqohet mos pa hiri kemi shpërhapje të sëmundjes edhe nëpër vende tjera. Nëse konstatohet që kanceri i gjirit është i lokalizuar, atëherë ndërmiret një ndërhyrje kirurgjike, e cila do ta menajnoj tumorin, pastaj këtu e kemi edhe nënsqetullën. Nënsqetullën gjithashtu do ta ekzaminojmë me metoda imazherike dhe varësisht prej dukjes imazherike të këtyre, varësisht pastaj edhe do të ndërmiret mënyra kirurgjike. Gjithashtu e kemi edhe si metodë kirurgjike edhe sentinel node biopsy, ku do më thënë sentinel është rroje, do më thënë mirët një nyje që konsiderohet kryesore në nënsqetull, nëpër të cilën kalojnë gjitha rrugët limfatike dhe e shiqojmë a është këtu kjo nyje e përfshirë nga sëmundja, do më thënë nga qelizat kanceroze. Kjo bëhet me metoda, do më thënë, të ngjyrosjes edhe me metoda radiologjike, shifet, nëse pastaj kjo kur mirët mostra, dërgohet për ekzaminim histopatologjik, shiqohet në mikroskop, dhe nëse konfirmohet që nuk është e përfshirë, atëherë nënsqetulla kursehet. Kursimi i nënsqetullës është një benefit i madh për pacientin, sepse nuk kemi kufizime në punën e dorës. Më thënë, nëse hiqen gjitha nyjet limfatike në nënsqetull, atëherë i kemi disa kufizime që na pamundësojnë për shembull ngritjen e peshave të rënda apo edhe veprimeve tjera pak më të rënda të dorës. Pasi që të kryhet intervenimi kirurgjik, atëherë mostra i nënshtrohet ekzaminimit patohistologjik. Do më thënë patologu me mikroskop, me metoda të ndryshme e bën, do më thënë, i gjinden parametrat të cilat neve na interesojnë, lloji i tumorit, lloji i kancerit, do më thënë përfshirja e nyjeve limfatike, pastaj tipi, edhe parametra tjerë të cilat llogariten, të cilat pastaj shënohen dhe janë si bazë pastaj për trajtimin e mëtodjeshëm. Gjithashtu bëhet edhe ekzaminimi imunohistokimik,
ku shiqohet sensibiliteti i tumorit në hormone, edhe në një target terapi që quhet Herceptin, dhe pastaj gjithashtu edhe kjo është një parametër i cili na ndihmon në përcaktimin e terapisë më të tjeshëm. Doktor, po në rastet kur nuk është i lokalizum kanceri i gjirit dhe është i shpërndam, është më e komplikume situata? Po sigurisht që është. Kanceri i gjinit mundet me qenë i shpërndar në 3-4 vende në gji. Po mandej mundësia e kursimit të gjinit Është më e vogël. është më e vogël. A mundet me depërtu edhe në organet e tjera? Po mund depërton në mëlçi, në mushkëri, në gjithka, në eshtra. Do me thënë, duhet me pas edhe kujdes me gjitha verifikimet e mundshme që me pas e ku ndodhet. Po e ceka unë në fillim që para se me ndërmarr një intervenim, Ju e vetëm e verifikoni. atëherë duhet me përcaktu a kemi shpërndarje të tumorit edhe në organe tjera. Nëse kemi shpërndarje, atëherë varësisht prej llojit edhe ndryshon edhe trajtimi. Sigurisht. Doktor, pasi që të bëhen ekzaminimet e para edhe bëhet ndërhyrja për kancerin e gjirit, cilat janë faza tjera në cilat kalojnë pacientat? Pasi që kryhet kjo, domethënë ekzaminimi patohistologjik dhe pasi që të bëhet shërimi i pacientës, domethënë nga operacioni, atëherë fillon faza tjetër, domethënë atëherë shkohet me kimioterapi, shkohet varësisht prej fazave, domethënë të cilat i kemi zbulu se në cilën fazë gjendet smundja, atëherë edhe përcaktohet edhe kimoterapia. Për fat të mirë, sot kem protokolle shumë të mira, të cilat janë shumë precize, të cilat vetëm në mënyrë të algoritmeve, domethënë vetëm duhet me ndjek simptomet edhe del kimoterapia. Kështu që shpesh ndodh që domethënë mund të ndodh shumë shpesh që 2 pacienta mos ta kenë terapinë e njëjtë. Varësisht, edhe pse duket në fillim që është smundja e ngjajshme, mund të ndodhë që Seansat e kimioterapisë a variojnë nga pacienti tek pacienti tjetër? Sigurisht që varojnë. Prej sa seansa është minimumi dhe maksimumi? Po s'ka ashtu minimum, krejt shkon në bazë të varësisht gjendjes. 4 cikle, 3 cikle, 6 cikle, 8 cikle. Doktor, në këto raste pacientat ka nevojë edhe për këshilla psikologjike. Në Kosovë, apo ka institucione të cilat merren me rastet e tyre? Drejtën t'ju them, tash në Kosovë kemi një shprehi të keqe që kur nuk tregojmë që gjithmonë thonë kemi, por nuk kemi. Nuk kemi, tash ata psikiatrat nuk rrallë miren me këtë raste. Zakonisht këto punë duhet i krym ne. Domethënë mjek që miremi me paciente, është në fillim, domethënë ai shoku kur e marrin vesh që e kanë smundjen, ajo është, si të themi, pacienti të shiqon ty shpesh si me qenë fajtor mjeku që i ka ra smundja. Edhe domethënë zakonisht ka shpesh pacient që domethënë mjaft rënde e përballojnë, disa edhe humbin rrugën, nuk shkojnë te mjeku, nuk lajmërohen, ka shpesh raste që vinë mas një viti kur mas një viti ose 2 kur Veç është zhvillu ma tepër. Ku trajtimi është shumë ma problematik. Doktor, në këto rastet, persona që janë ma optimiste, kalojnë gjitha fazat me ma shumë lehtësi? Ma me lehtësi kalojnë pacientat pozitiv, pacientat guximtar, edhe si në jetë. Gjithmonë njerëz të ma guximtar, ma optimist, ma lehtë i zgjidhin problemet edhe po shihni tash din shpesh pacientat janë në atë fazën din thënë Zoti inshallah është ëndër.
Po, ajo nuk është një ndërheqësie. Po ajo nuk është ndërheqësie, është një realitet dhe me cilën duhet më përballë. E vetmja mënyrë për me zgjedh atë problem është mu përballë me te. Jo me kukat, pse mu, se ajo është një, po si tash na gjithë kemi lind, kemi me vdek, dikush ma herët, dikush ma vonë. Mirë po, jeta është e bukur, duhet me shiju. Edhe tash nuk ka nevojë tash me pesimizëm e marrë edhe pesimizëm e marrë. Shumica rasteve kalojnë mirë. Është një periudhë e vështirë e operacionit e kimioterapisë, në shpesh në disa raste edhe radioterapisë, edhe e trajtimeve tjera, edhe ka target terapi, po duhet jemi të lumtun që për kancerin e gjinit ka shumë zgjidhje në mjekim. Vetëm tash ka edhe raste të rralla ku nuk shkon. Tash ka do tipet mrapshtaj. Mundet me pas komplikime diçka Ka do tipet në përgjithësi është duke rezultuar me sukses. Në përgjithësi është kemi sukses të madh. Sidomos nëse janë pacientët optimist, nëse janë pacientët ju besojnë trajtimeve, edhe besojnë edhe kështu, gjithashtu edhe ajo ndikon dhe e ndihmon. Mirë, po besoj që mundën me ndiku shumë edhe familjarët, rrethi i ngushtë i personave që zakonisht ata kanë nevojë për dikën me shoqëru gjatë kësaj periudhe. Po, është me rëndësi me qenë me pacientin kur sigur në çdo rrethon të vështirë, është çdo problem zgjidhet ma lehtë kur e ki dikon me nda me këtë problem. Sigurisht. Doktor, me qenë se jemi në muajin tetor, muajin e ndërgjegjësimit të kancerit të gjirit, çfarë po ndodh në vendin tonë sa i përket ndërgjegjësimit të kancerit të gjirit? A ka ndonjë kampanjë të veçantë që është duke u bërë sidomos në komunën e Prishtinës? Po, ka kampanja të shumta. Ka disa kampanja që bëhen në mënyrë, po domethënë si të themi sa për me i dhënë rëndësi vetës, domethënë atëherë edhe këto kampanja i marrin ka dhe subjekte politike. Mirë po, në përgjithësi duhet jemi të kënaqur. Ka punë të madhe prej mjekëve, edhe ka domethënë sensibilitet nga shteti që kjo punë të zgjidhet sa më mirë. Normal që duhet kur nuk është mjaft. Gjithmonë çdo vit po përparojmë, përpara ka qenë ma pak mjete janë shpenzu për këto çdo vit po shpenzohen ma tepër mjete. Mirë po gjithashtu duhet të kemi parasysh edhe që ne jemi shtet jo aq i pasur, edhe që me siguri që nuk mundemi mu shty me vendet më të zhvilluara. Me vendet më të zhvilluara. Doktor, ekzaminimet a janë falas vetëm gjatë këtij muaji apo gjatë gjithë vitit për rastet e kancerit të gjirit? Ku po mendoni? Në vendin tonë. Po, në QKU janë ekzaminimet falas çdo herë gjatë tër vitit. Do të thonë që është një lloj ndihmëse që pacientat më shkojnë kontrolla më të shpeshta. Edhe intervenimet kirurgjike janë falas, edhe çdo gjë është falas. E për këtë mund t'ju themi që Kosova domethënë është shumë ma e zhvilluar se shtetet tjera. Se në shtetet tjera, domethënë çdo gjë paguhet. Mirë po, ata i kanë sigurimet shëndetësore edhe arrimi i mbulum përmes sigurimeve. Te ne, për shembull, gjitha intervenimet kirurgjike në çdo nivel ofrojnë falas, për shembull, një intervenim kirurgjik që kushton me 1000 euro dhe që trajtimin përgjithësi për një paciente mund të kushtoj edhe me disa 10.000 euro, është falas. Mirë po, me siguri që ne kemi vetëm një sallë kirurgjike, një sallë, një teatër, një sallë kirurgjike, edhe ajo mbulon faktikisht pasi që ne jemi qendër referente kirurgjia torakale e Prishtinës, ka listat pritjes, po
Gjithku në botë ka lista Lista të pritjes, e vërtet. Doktor, për fund, ndonjë mesazh për të gjithë dëgjuesit e Radio Marisë të Kosovës? Si mesazh duhet pacientet, do të thënë femrat më shumë po edhe mashkujt, duhet të vedisohen edhe duhet të ndjekin ato standardet të cilat janë gjithku në botë. Do të thënë edhe femrat e reja nuk është asnjë e keqe ta bëjnë një ultraza në vit me kalimin e moshës 2 herë. Ti bëjnë më të shpeshta. Po, 2 herë në vit. Nëse ka simptome, më dhe më shpesh, pas moshës 35 vjeçare, 40 vjeçare, gjithsesi të bëhet mamografia, e kështu me radhë. Mos të mashtrohen, do më thënë, me vetë egzaminime, edhe me biseda me shoqe, egzaminime. Mirë po le trajtohen aty ku është e duhet. Doktor, shumë faleminderit që ndove gjitha këto informacione me ne dhe për të gjithë dëgjuesit tanë. Faleminderit juve për mikpritje. Faleminderit. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, patët mundësinë të ndiqni emisionin mbi muajin tetor që është për ndërgjegjësimin e kancerit të gjirit. Së bashku me mua në studio ishte doktor Frederik Çupërjani, kirurg torakal. Kudo qofshi, qoftë lëvduar Jezu Krishti.